Me ditën tani në Maqedoni sot mbushen 7 vjet nga nënshkrimi i marrëveshjes së Ohrit, e cila i dha fund konfliktit armatosur mes forcave qeveritare maqedonase dhe luftëtarëve shqiptar. Marrëveshja garantoi përparimin e pozitës së shqiptarëve në këtë republikë, duke përfaqësuar në mënyrë të përshtatshme numrin e këtij komuniteti në administratë dhe në institucionet e tjera shtetërore dhe publike. Por disa elemente të kësaj marrëveshje nuk janë zbatuar plotësisht në praktik, ndërsa fati i plotësimit të saj është zvaritur prej vitesh. Ky përvjetor gjen në koalicion ndërkohë pikërisht dy forcat e konfliktit të atërshëm, Bashkimin Demokratik për Integrim dhe Partinë VMRO-DPMNE. Por në çfarë pozitash i gjen ai shqiptarët e Maqedonisë? A janë realizuar në të vërtetë objektivat e kësaj marrëveshje për të përmirësuar gjendjen e tyre? Kemi ftuar tani në një bisedë telefonike nga Shkupi analistin Kim Mehmeti. Zoti Mehmeti, përshëndetje. Përshëndetje. Megjithëse shumë ligje, zoti Mehmeti, nga marrëveshja e Ohrit janë miratuar tashmë, a kanë arritur ato të përmirësojnë të drejtat e shqiptarëve? Po thuaj se të gjithë ligjet që janë miratuar deri tani janë ligje të vonuar. Të gjithë ligjet, thuaj se të gjithë janë ligje gjysmake. Ai gjithë marrëveshja e Ohrit dhe zvarritja e realizimit të asaj dëshmon vetëm një gjë. Dëshmon atë se Maqedonia nuk ka as kapacitet, as vullnet politik të përballet me të pashmangshme. E pashmangshme është e Maqedonisë është kjo. Se ai është shtet multietnik, mirëpo që qëndron mbi shtyllat e dy etnive numrikisht më të mëdha, maqedonësve dhe shqiptarëve. Dhe duke i ikur këtij realiteti, këtu ekziston një lojë e dukshme që elitat politike maqedonase gjithmonë duan të blejnë kohë, të zvarrisin zgjidhjet përfundimtare. Partitë politike disi nuk gjenden bashkëmirë në këtë lojë, do të thoja, të blerjes dhe të shitjes së kohës. Pikërisht këtu partitë kryesore shqiptare nuk kanë patur prej disa vjetësh komunikim të mirëfillt mes tyre. Fushata e zgjedhjeve të fundit i nxori në pa edhe më shumë asarimet mes dy forcave kryesore politike shqiptare. Sa janë dëmtuar interesat e elektoratit shqiptar si pasojë e këtyre marrëdhënieve? Po në Maqedoni, sa i përket faktorit politik shqiptar, ndodh një fenomen shumë i çuditshëm. Ai gjithnjë më shumë defaktorizohet dhe dobësohet. Edhe kjo rrjedh nga fakti se partitë shqiptare politike këtu shndruan në ente për punësim. Domethënë, ata nuk vlen platforma politike, nuk vlen vizioni politik, po vlen interesi i ngushtë i një qarku, i një rrethi të ngushtë të njerëzve që kanë ambicie ministrore, ambicie punësimi, edhe kjo ka shpjegim, shqiptarët gjithë janë të papunë. Asë njerës kanë mund të androjnë të bëhen ministra, mirë po në kontekstin kolektiv kjo është shumë e damshme, sepse atëherë ju e harroni interesin e popullit dhe tërnë si përfaqe interesi i një grupi. Dhe këtë e lexuan mirë partitë politike maqedonase, e kuptuan se partitë shqiptare janë të gatshme të hyjnë në qeveri pa asnjë kusht, vetëm të bëhen qeveritar, pra që të plotësojnë kërkesën e ngushtë të rrethit aty më të afërt patjak. Dhe kështu që u zbrit çmimi, do të thoja, i faktorit politik shqiptar në ato përmasa, sa që ju sot e keni thjesht situatën paradoksale që mandatari dhe kushte a partitë shqiptare asnjëherë me asgjë thuajse s'mund të kurrëzojnë. A e ka kapacitetin koalicioni qeveritar të sjellë një qëndrueshmëri politike dhe ndëretnike në vend, dhe si e vlerësoni ju punën e BDI-s në këto 2 muaj qeverisje? Qeni është herët të vlerësohet puna e një partie për 2 muaj, mirë po unë do ta përsëris atë që e kam thënë publikisht, ndoshta BDI-ja e la në gjys luftën që e filloi, do të thoja luftën për faktorizimin e shqiptarëve politikisht në Maqedoni. Unë mendoj se kësaj rasti BDI-ja nuk duhet as si të bëhet pjesë e koalicionit, po duhet të deputetët e vet të çojnë në çajir e të ta lajmërojnë mandatarin se atje do të sillen ligjet të cilët duhet të miratoj ky shtet. Edhe të shihej njëherë për gjithmonë se këtu çdo njeri që tallet me faktorin politik shqiptar ai në vërtet tallet me fatin e Maqedonisë. Edhe se çdo njeri që e dobëson faktorin politik shqiptar në vërtet e lëshon ngadalë Maqedoninë të rrëshqas drejt federalizimit të saj, sepse në fundit një ditë shqiptarët mund të ngjihen nga këto lojna edhe të kërkojnë formula tjera të veprimit të vet politik, edhe të organizimit të tyre politik këtu. Presidenti Crvenkovski pritet nënshkruaj ligjin për gjuhën. Çfarë ndikimi do të ketë ky ligj për shqiptarët?
Ky ligj gjithsesi e avanson në përdorimin e gjuhës shqipe, mirë po ai gjithsesi edhe e kufizon, se sikur të ishte zyrtarizimi klasik i gjuhës shqipe, atë nuk do të kishte nevojë për ligj, por do të shkruante në kushtetutë atë që shkruan për gjuhën maqedonase, se gjuhë zyrtare në Maqedoni janë gjuha maqedonase dhe gjuha shqipe. Do me thanë, edhe ky ligj është ligj gjysmak. Është për të blerë kohë, për të mësuar shqiptarët të presin si gjithmonë, të durojnë. Ashini, durimin e kanë trilluar gjithmonë popujt e vegjël të paaft që të arrijnë atë që duan me një herë, ashtu siç duhet. Durimin e kanë shpikur politikanët të cilët s'kan pas argument tjetër të ofrojnë popullit të vetë. Dhe kështu që mendoj se shqiptarëve ende këtu u imponohet durimi për të realizuar atë finalen që duan, edhe që duhet ta kenë në këtë shtet. Një zvaritje tjetër që vjet re, ndërsa ka thënë se do ta nënshkruar ligjin për gjuhët, zoti Crvenkovski ka refuzuar të bëjë dekretimin e disa ligjeve të miratuara për të dytën herë nga Parlamenti i Maqedonas. Kjo duket se ka thelluar krizën mes parlamentit dhe qeverisë nga njëra anë dhe presidentit nga ana tjetër. Sa e dëmshme është mungesa e bashkëveprimit të këtyre dy institucioneve për Maqedoninë? Po normalisht që ajo nuk është normale për një shtet ku duhet të funksionojnë institucionet e shtetit dhe ku nuk është dhe me rëndësi personi që qëndron në krye të atyre. Mirë po, në një Maqedoni ku ta zam njerëzit që vinë në pushtet e konsiderojnë shtetin si pronë të veten, që u është dhanë ta përdorin edhe ta keqpërdorin siç duan për 4 vjet, mund të presish që duhesh nga ata dhe mund të presish edhe lojnat të stilit fëminore, që unë atë nuk e dua, nuk flas me të. Do me thënë, interesi i shtetit nësi është këtu viktim tipareve të njerëzve, të cilët nuk kanë pjekurish për të udhëheq një firmë, një kompani private e lere më shtetin. Edhe nga jo paguim llogarit gjithë. Normalisht ajo është shumë e dëmshme për imazhin e Maqedonisë jashtë, shumë e dëmshme edhe për ne brenda. Se ne kuptojmë një gjatë që këtu nuk ekzistojnë institucionet, po ekzistojnë persona. Do me thënë, kur është një person në krye të ndonjë institucioni, ai është i tërë institucioni, nuk ekziston as gjatë tjetër, nuk ekziston as kushtetuta as ligj. Si e shikoni ju rolin e opozitës në Maqedoni? Po shini, Maqedonia sot vile edhe nuk ka opozitë, mirë po do ta thoja një gjë, që Maqedonia kur edhe veç shteti nuk ka pas pozita ma dopta se tani, sepse ju keni një pozitë e cila gjithsesi kontrollon çdo gjë, 63 deputetët e VMRO-s edhe 18 të BDI-s mund të ndryshojnë edhe kushtetutën. Mirë po vetë ky fakt ata i paralizon, se ata gjithnjë më shumë do të paralizohen dhe nuk do të mund të realizojnë asgjë, sepse vetë kjo përgjegjësi është trishtuese, sepse ju kur keni opozitën ajo u lejon pak të silleni më komod se sa kur jeni të gjithë fuqishëm. Momentalisht Maqedonia edhe nuk ka opozitë. Zoti Mehmeti, ju falenderoj për intervistën. Gjithashtu.